Në plazhin e Velipojës Shkodër po zhvillohet kampionati rajonal i futbollit ndëror, edicioni i dytë. Me Bestik Ndoj, trajnerin e ekipit kampion në edicionin e parë, i cili drejton ekipin e Velipojës. Besa, edicioni i dytë, por rikthehet në traditë ky kampionat për plazhin e Velipojës. Po, është viti i dytë, është ballë në 2024-shin, beach soccer. Bashkëpunim bashkia me Federatën e futbollit Shqipërisë. Është sezoni i dytë që bëhet në Velipoj. Ka një zhvillim shumë më të mirë se vitin e kaluar. Po vazhdojmë, janë 8 ekipe që janë pjesëmarrëse. Sot është zhvilluar 2 ndeshje. Velipoja pikë që do të thotë kam theksuar dhe me parë Vllaznia, miksim me Vllaznin. Bëm 2 fitore, jemi pretendent edhe herë ta fitojmë këtë titull. Ka goxha konkurrencë. Dhe tani po shkon gjithçka mirë. Falenderojmë zotin edhe ty, gazet që gjithmonë i gat shumë për pjesëmarrjen. Shikojmë që pjesëmarrës të konkurrim janë jo vetëm ekipe nga Shkodra, por janë edhe element nga jashtë, të cilët kanë ardhur me ekipe përfaqësuese të tyre. Po që e theksova dhe herë se në 2024-shin nuk ishte kaq i masivum, sepse ishte hera parë që u zhvillote në Velipoj ky aktivitet. Si mjet e kanë marrë vesh edhe ka ma shumë ekipe, ma shumë konkurrencë, edhe ma shumë me cilësi kampionati. Diçka për rregullor, sa minuta janë pjesët dhe sa të zgjasë deri në takimin final? Janë 3 ditë aktivitet. Zhvillohen 2 pjesë nga 10 minuta. Në mes pjesëve pushojnë 3 minuta deri në 5 dhe 2 time out për çdo ekip. Po deri tani po bëhet një fair play e jashtëzakonshme, edhe i falenderoj gjithë çunat e ekipit. Sa më herët që Velipoja vjen si kampion e edicionit parë, e drejtuar pikërisht nga ju, dhe natyrisht përvoja dhe autoriteti i kampionit bën punën e vet dhe niset me fitore të thellë në ndeshjen e parë. Pa, ndeshja e parë lutem me Gurin e Zi, 8-2. Në ndeshja e dytë lutem me Renin Udnan Mjec, u da me 6-2. 2 ndeshje rivalitet, por dominum në çdo aspekt. Se janë goxha çunat mirë dhe sportistat mirë. Jemi pothuajse vetëm 2-3 kemi vitin 2024 në tesh, po jemi pothuajse i njëjti brum. E i falenderoj çunat për shpirtin e garës. Dalloj që ka dhe shumë emra të spikator, ish futbollist, por edhe futbollist aktual, të cilët luajnë me ekipet e Vllaznisë dhe me ekipet e tjera të Shkodrës. Po, prandaj thash edhe pari falenderoj shumë se kur kam 10 ditë që i kam lajmëruar, janë shpret gatshëm të gjithë për më ardhë me plan kontributin e tyne. Jemi shok prej viteve, prej 16 viteve, dhe janë shpret gatshëm, se një qysh fëmijë, janë shpret gatshëm për me marrë pjesë edhe si mjetë, edhe me një zotit ta fitojmë edhe këtë turnej. Pra me 2 fitore radhë duket se jemi në 4-she, kemi edhe 2 ndeshje, ditën e mërkurë kemi ndeshje tjera, 4-she dhe finalin. Shpresoj t'ja dalim. Po e rëndësishme është kampionati që po zhvillohet shumë i qetë, shumë i mirë, edhe konkurrencë shumë. Sa për informacion të shikuesve, kampionati i futbollit ndëror në plazhin e Velipojës po zhvillohet në rrugën 6. Rruga numër 6 te Beach Bar California dhe te 1 PM, që e falenderoj shumë edhe për organizimin, Aurel Ndoj, që ka dhënë kontributin e tij për vendin dhe sistemimin e fushës, e falenderoj përzemërsisht. Me çelçeket dhe pjesën e familjes, 2 djemtuaj portier, janë pjesë e këtij kampionati? Ja, nuk lejohet, sepse janë ekipe që nuk pranohet lozin në këtë aktivitet. Dhe prandaj zbatoj rregulloren. Edhe unë kam qejf të marr pjesë, por aktivizoj tjerë. Ishim me Bestik Ndoj, pikërisht me trajnerin e ekipit Velipojës në futboll ndëror. Kampionati i cili po zhvillohet në plazhin e Velipojës. Kujtojmë që Velipoja është ekipi kampion në fuqinë e edicionit e parë, është edicioni i dytë që zhvillohet në plazhin e Velipojës. Theksoj një falënderim të veçantë për Alban Hasanin, që është viti i dytë, sezoni i dytë, që rën 3-4 ditë duke rregullu edhe duke organizu çdo gjë se mos t'i mungoj këtij aktivitetit. E falenderoj përzemërsisht, se është goxha punë për të organizuar këtë aktivitet. E falenderoj. Sukses e Besa. Zoti të rritë shumë falenderoj për te, Kasper. Të rritë Zoti.